Diaspora e Kosovës ka luajtur gjithmonë një rol kyç në zhvillimet e vendit, duke kontribuar jo vetëm përmes rimitancave që mbështesin ekonominë, por edhe përmes angazhimit të saj politik dhe shoqëror. Rritja e pjesëmarrjes së diasporës në zgjedhjet e fundit dëshmon se qytetarët jashtë vendit ndihen të lidhur ngushtë me proceset politike dhe kanë dëshirë të ndikojnë drejt për drejt në të ardhmen e Kosovës. Kjo ngre pyetjen: a është koha që diaspora të kalojë nga një rol thjesht votues në një përfaqësim institucional të drejtë për drejtë duke pasur ulëse të veçanta në kuvendin e Kosovës? Për të vlerësuar këtë ide është e nevojshme të shqyrtojmë jo vetëm rëndësinë e saj politike dhe demokratike, por edhe aspektet praktike të realizimit të një nisme të tillë. Ali Çkaj, angazhimi dhe përgjegjësia e Mërgatës, e për këtë temë përbota sot foli drejtori ekzekutiv i Ligës Qytetarëve Shqiptare Amerikane Agim Ali Çkaj. Fillimisht ai u shpreh se kontributi i diasporës në Kosovë është tashmë i njohur prej disa dekadash. E derisa foli për rolin e saj, Ali Çkaj kritikoi partitë që përfaqësojnë Mërgatën për humbjet e tyre. Emigrimi, sado që është i dimshëm, është shumë i dobishëm. Roli dhe kontributi i Mërgatës për Kosovën janë të njohura dhe të pranuara prej dekadash. Kjo u dëshmua edhe në zgjedhjet e 28 dhjetorit, ku vota Mërgatës luajti një rol të rëndësishëm në përcaktimin e fituesit. Janë dëshpëruese dhe shumë të dëmshme përpjekjet e partive humbse dhe të mbështetësve të tyre në media për ta fajsuar Mërgatën për gabimet e veta. Kjo është humbje kohe, për më tepër shkakton urrëtie, ndasi dhe përçarje të panevojshme. Ata do të bënin më mirë të merreshin me shkaqjet të reale të humbjes së tyre, deklaroi ai. Krahas kësaj, ai tha se tani është koha që të kemi një angazhim më të madh dhe më direkt të diasporës, e që kjo mund të bëhet nëse realizohet ideja për ulëse të veçanta në kuvend. Mërgata dhe Kosova janë të pandashme, ka njerëz të mirë dhe të këqij në të dy anët. Të mirët duhet të bashkohen dhe ta çojnë përpara vendin dhe kombin. Tani është koha të analizohen mundësitë për një angazhim edhe më të madh të Mërgatës, sepse angazhimi më i madh sjell edhe një përgjegjësi më të madhe për zhvillimin e vendit dhe forcimin e shtetit. Ideja që Mërgata të ketë ulëse të veçanta në kuvendin e Kosovës është shumë aktuale. Kjo do të krijonte një lidhje më të fortë ndërmjet politikave shtetërore dhe nevojave reale të Mërgatës dhe do të rriste përgjegjësinë politike ndaj saj. Kjo do të ishte forma më e fuqishme dhe më simbolike e angazhimit të Mërgatës në jetën politike të Kosovës, por kërkon vullnet politik, debat shoqëror dhe reforma serioze ligjore e kushtetuese, theksoi ai. Ndër të tjera, Ali Çkaj vlerësoi se partitë politike opozitare nuk janë të gatshme për një nismë të tillë, duke parë edhe humbjet në zgjedhjet e 28 dhjetorit që psuan, mirë po beson se me një bashkëpunim të sinqert me spektrit politik, një gjë e tillë do të bëhej e mundur.